Kthehemi edhe një herë tjetër tani me Sportfolion pas periudhës sa dëgjua muzikë dhe është koha që të flasim edhe me një mysafir tjetër në lidhje telefonike. Dhe arsyeja është shumë e fortë pasi trajneri ne e quajmë trajneri i arti judos Driton Kuka është nderuar me çmimin Pllaka e Artë nga Akademia Sportive e Malit të Zi në kuadër të kërkoj falje. Në kuadër të konferencës 24 ndërkombëtare që u mbajt në Budva. E kemi tani në lidhje trajnerin Driton Kuka. Faleminderit shumë trajner që jemi neve në Radio Dukagjini në emisionin Sportfolio. Alo? Apo më dëgjon trajner? Përshëndetje Toni. Përshëndetje. Urime për çmimin Pllaka e Artë nga Akademia Sportive e Malit të Zi, një çmim, një plakete jashtëzakonshme. Po, faktikisht një çmim i cili më ka bë mundje mirë për arsye se po japet prej një shteti tjetër, edhe vlerësim për punën time me ekipin tim trenerëve, me sportistat tash, me thonë lirisht ndër dekada. Kështu që me të vërtet është ndjenje mirë kur vlerësohesh edhe prej shteteve tjera, jo vetëm prej shtetit, normalisht prej shtetit Kosovës ose Shqipërisë, mirë po vlerësimi prej shteteve tjera, sidomos nga një akademi goxha prestigjioze sportive, cila çdo vit mban konferenca ku marrin pjesë më shumë se 30 shtete dhe shumë kontinente, në fakt si vjet kanë qenë 3 kontinente, 30 shtete, sipas profesorit Dushko Bjelica, i cili edhe ka qenë propozues që unë të shpallem ose më thonë ta marr çmimin kryesor Plaketa e Artë, cilin çmim për shkak të pjesëmarrjes në kampionat evropian nuk kam qenë mundësi ta pranoj në konferencën që është mbajtur në Budë, por patjetër që në ndonjë rast tjetër, ose kur të udhtojnë Malzi ose kur dikush prej akademisë sportive të Malit Zi të vinë në Kosovë, do të ma japin kështu në mënyrë solemne edhe plaketën e Artë. Më boni përshtypje se hyna me hulumtu, këta merren me studime shkencore sportive me shumë elemente të avancume, por përpos kësaj e pash që edhe fytyra tjera për shembull ishte nderuar edhe përgjithësi kombëtarës së Kroacisë Zlatko Dalić. Pra këta e përbëjnë një farë lloj studimi shkencor të nivelit lartë. Po, faktikisht kjo është edhe arsyeja pse e potencova që kanë marrë pjesë shumë shtete, po jo vetëm pjesëmarrës nga shtetet shumëta, por edhe cilësia e pjesëmarrësve edhe në konferencë është jashtëzakonisht e nivelit lartë, me vetë faktin që vitin e kaluar këtë plakete ka marrë selektori i reprezentacionit Kroacisë në futboll Zlatko Dalić, flet shumë që kemi të bëjmë me një diçka prestigjioze dhe siç e tha edhe vetë, ajo me çka merret kjo akademi sportive është me të vërtet shkencë në vete, bojnë hulumtime të jashtëzakonshme, kështu që vlerësimi për punën, vlerësimi për rezultatet, mbi të gjitha 5 medalet olimpike, medalet botërore evropiane, sidomos është potencuar atje në konferencë, sipas profesorit në fjalë që e ka më herët që medalet e arta janë ato që kanë bërë të jashtëzakonshme, domethënë historien e Kosovës, në këtë rast edhe unë si një ndër protagonistët e kësaj historie, si trajner i këtyre kampioneve, 3 medale të arta olimpike, 2 botërore, e 11 evropiane, gjitha të arta e kanë bërë një diçka të veçantë që të shihet Kosova me të vërtetë në sy të një rezultatit pozitiv në sportin e judos. Kur vjen momenti i këtyre mirënjohjeve, Toni, atë rikthem pak në kohë me mendu prej ku është fillu prej një vendit vogël në Pej dhe ku është arrit aktualisht judo e Kosovës? Po naim je një ndër gazetar që me thonë prej atëherë kur na e kemi nis udhtimin ndër suksese, e din që me të vërtet kemi punu shumë, por asnjëherë s'jemi ndalë. Normalisht që kur ndodhin mirënjohje të tilla, më kthejnë mbrapa, më kthejnë kohë, më kthejnë në ato vitet e pas luftës, në ato vitet kur ndoshta jemi pa me një sy skeptik, ndoshta na kanë pasi një grup optimistësh që po flasin për medalë olimpike atje,
kur unë kom folë shumë për Majlindën, kur I ka pas 14-15 vjet, shumë njerëz të sportit thëshin mirë është me qelë me Majlindën një parti politike se kom folë atë shumë për potencialin e saj, mirë po ajo ma në fund dikur, ndërsa mbas 10 vjet mbasi që unë kom folë shumë, Majlinda me 25 vjet I ka arrit gjitha të mundshmet, gjitha medalet e mundshme, domethënë me 2016 e ka përmbyll ciklin e medaleve të arta prej atyre më të voglave deri në evropiane, botërore, olimpike. Andaj kemi vazhdu edhe me sportistë të tjerë, kemi edhe 2 kampione tjera olimpike, e mos të flas sa shumë medale tjera botërore dhe evropiane. Normalisht më kthen në kohë, më kthen në ato konat e vështira, më kthen në ato konat kur kemi udhëtu, kur kanë qenë si fëmijë, kur gjithçka është me të vërtetë një histori unike. Përshta s'kemi pas kohë, ndoshta as tash s'po kom kohë shumë me evoku ose më thonë me hulumtu nat rrugtimin ton, me qenë se nuk po ndalem, po vazhdojmë tutje. Edhe mirënjohje të tilla ndonjëherë mbajnë me mendu, mu ndal pak me analizu ndoshta që të rrugtimin ton deri tashëm, por çka të them, mirënjohje e rëndësishme edhe për një fakt, them drejtën edhe kur ma kumtuan lajmin që është që më shpall që ku marr plaketën e artë të kësaj akademie, unë ju thash që gjithmonë ne sporti po ecim një hap përpara politikës. Dihet që Mali Zi zyrtarisht e ka një politik pozitive karshi Kosovës, por në këto vitet e fundit atje është kogja spektri politik I ndarë sa I përket Kosovës, është forcu lobi anti-Kosovë, edhe pikrisht kjo më ka bo jashtëzakonisht lumtur. Edhe këto ja kom shpreh pjesëtarëve ose më thonë antarëve të akademisë sportive të Malit Zi, thash e keni ba një hap të guximshëm, për arsye që kjo po tregon që e keni te I kalu anën politike, me siguri që dihet që atje do të hasin edhe në ndoshta në element të ndryshëm cilët nuk do të jenë po pra që nuk do të jenë shumë të lumtur, që këta e kanë madhëru suksesin e shtetit Kosovës, se këtu s'po flas tash për individ, nuk po flas as për Tonin, as për Majlindën, as për Desin, as për Norën, po flas për Kosovën, për të arriturat e Kosovës, edhe ata këtu të arritura I kanë mirënjohë edhe kjo më ka bojë jashtëzakonisht ndjeje mirë. Jo vetëm për ne, po ndoshta edhe për krejt shqiptarët që jetojnë Malzi, sepse këto vitet e fundit ky lobi serb është forcu kogja shumë atje, edhe kogja shumë është të e lujtë rolin në politikën e shtetit Malit Zi. Fantastike, definitivisht. Kur jemi të suksesi, Distria edhe një herë tjetër e dëshmoi rolin e saj në judo, duke fituar përsëri titullin e kampionit të Evropës. Po, kampionati evropian është edhe një histori e suksesi, edhe një medale e artë. Them drejtën e kemi kalu numrin 10, kemi totalisht 11 medale të arta nga kampionatet evropiane, gjithmonë na po flasim për rezultatet në konkurrencën e të rriturve, jo për grup mosha, sa atje kemi edhe 10 tjera, ndoshta të grup mosha, por po flas për nivelin elitar. Jom shumë I kënaqur me performancën e Desit, edhe pse çat ditë kemi qenë nervoz, edhe unë, edhe ajo, ndoshta edhe krejt ekipi, nuk e di pse. Qush një luftën e parë diçka e ka pas një krizë të vogël, edhe normalisht nuk është lehtë kur luftën e parë njeri mes të luftës e ndjen se e ka një krizë të vogël, ndoshta më shumë në aspektin psikologjik, ndoshta më shumë në atë aspektin e qenit favorit absolut për medale të artë. Kjo është me të vërtetë ndjenjë vështirë. Gjithë sportistat elitarë dinë sa e vështirë është me bajt barën ku shkon diku edhe mendon që duhesh me marr mos medale në artë. Është ndjenjë vështirë, e kemi pas gjithmonë këtë ndjenjë me karrierën e Majlindës. Tash ndonjëherë në ndonjë garë dhe Distria po e ndjen këtë peshë të qenit favorit absolut, ka qenë favorit absolut për medalin e artë në kampionat evropian, përkundër që italiania Odet edhe francezja Bouchard janë gjithmonë ato ikonjat e shumë medaleve të ndryshme, por megjithatë gjatë ditës ajo nervoz po më duket pak u zbut, edhe gjithçka shkoi mirë, kemi fitu medalen e artë. Akili ka performu mirë, është boj 5, ju ka afru medales,
ka pas një ditë të mirë, një rikthim të mirë të formës, sepse ka pas një krizë goxha gjatë në rezultate, brengosë se është performanca e Laurës, po besoj që gjitha këto ju ndodhin sportistave elitar. Absolutisht, në një kohë caktuar. Po besoj që tash kur fillon cikli olimpik jemi të konsoliduar, ndoshta edhe me emra të ri edhe të vazhdojmë tutje drejt lojra olimpike në Los Angeles 2028. Edhe një element më intereson, para se me të liruz mos marrim kohë më shumë, një gjë që nuk e shohim për shembull në skenë në televizion ose diku tjetër është ajo pjesa kur përfundojnë garat. A ndalen toni konkurrentët e tjerë të shteteve shumë të forta në judo me ju pyet si po ja delni ose si ja dolet me ardh deri këtu? A befasohen? Po faktikisht tash kjo puna jonë dhe metodologjia e sukseseve tona tash është goxha e njohur në Evropë dhe në botë. Është goxha e njohur edhe në Japoni, besomni që edhe njerëz edhe të federatave më të fuqishme si e Francës edhe Japonisë, kur dojnë me shku në ndonjë kamp ndërkombëtar, gjithmonë shprehin interesim se a do të jemi edhe ne atje. Kjo tregon që tash jemi identifikuar si një lloj brendi i rezultateve në sportin e judos. Unë gjithmonë them që rezultatet arrihen me sistem të punës, nuk janë rezultatet diçka e momentit, edhe këto e kemi dëshmuar në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse tash 15 vite kemi rezultate elitare në sportin e judos. Do të thotë nuk kemi që kemi bën një rezultat 2 ose nuk është që e kemi pas një talent jashtëzakonshëm i cili ka bërë rezultate dhe me që ato ka përfundu gjithçka, sepse ka raste të tilla në sport. Ne kemi dëshmuar që i kemi ngrit në nivelet më të larta edhe talent jashtëzakonshëm, po në anën tjetër kemi arritur që edhe prej sportistave më thonë ose talent dhe mesatar me ndërtu sportista kulminant me medale të mëdha. Kështu kontinuitet. Na vlerësojnë edhe po besoj që do të vazhdojmë tutje, shpresoj që ta kemi shëndetin edhe që edhe trenerët që janë afër me Majlinda, Fatosi, Kushtrimi edhe disa trenerë tjerë që janë aty të punu, të vazhdojnë rrugtimin në mënyrë që një ditë të shijoj sukseset edhe të nxënësve të mi në rolin e trenerit. Njëna prej tyre tashme ka filluar edhe rrugtimin e saj në Belgjik, Nora Gjakova. Po, Nora pas përfundimit të karrierës ka punu një vit me ekipin tonë. Normalisht e ka pas një ofertë prej shtetit Belgjikës, cilën ofertë e ka pranu. Normalisht është handicap për ne që ka shku, por prapë e ka shpreh dëshirën që ta provoj veten në një shtet tjetër. Shteti Belgjikës në sportin e judos është një ndër superfuqitë e judos në të kalumen, por mund të them lirisht që në këto 10-15 vitet e fundit ka goxha ngecje. Edhe normalisht ata kanë shpreh dëshirën që ta kenë Norën mesin e tyre, është trajneri i dytë në reprezentacionin e Belgjikës. Ta shohim, na normalisht i kemi uru punë të mbarë, i kom ofru mbështetje përveç kur na bjen mundesh mes nxënësve tonë. Mirë po, kisha pas dëshirë që ajo ndoshta të avancohet, bëhet edhe një trajnere e mirë siç ka qenë një sportiste e mirë. Absolutisht. Faleminderit shumë Toni për kohën. E di që shpesh je në zonë, shpesh jeni tash me angazhime shumë gjatë kësaj kohe, por gjithmonë e gjen kohën me qenë prezent në Radio Dugazhini me komunikume të gjuhës tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit, na jemi ty dhe përshëndetje për gjithë dëgjuesit e Radio Dugazhinit.